protestët lider politik që ka ardhur nga kjo pjesë. Zotërin Sa, falenderoj shumë fillimisht për kohën që po ndani me ne. Cilat ishin përshtypjet që fituat nga protesta që tashmë vetë se mori fund? Tani më përshtypjet po rriten sepse ishim pjesë e protestës në sheshin Skënderbej në Prishtinë dhe kjo gjithashtu në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe Partia Demokratike Shqiptare në Lugin Preshevës që unë e ka pat arsyeshme që të solidarizohet me gjithë kombi shqiptar sepse këto protesta, këto tubime janë gjithëkombëtare. Dhe në këtë fushë edhe ne i rezistojmë, i kundërvihemi atyre kuzhinave të Beogradit qendror dhe të Moskës që kanë ndërtuar akt akuza për çlirimtarët tanë dhe që sot mbahen padrejtisht për 5 vite me radhë në gjykatën e Hagës. Sigurisht se çlirimtarët kanë një emër që është UÇK e nuk është në asnjë mënyrë një emër tjetër siç po mundohen ti faturojnë Beogradi e Moska dhe në këtë fushë është një mesazh gjithëkombëtar që i qohet edhe prokurorisë në Hag, madje dhe gjykatësve se nëse duhet të dënohen ata në emër të popullit, ky popull i jep lirinë atyre, por jo dënim me burg apo të ngjajshme. Prandaj, një ditë përpara duhet të lirohen nga këto kthetra të cilat kanë rënë në presionin dhe ndikimin e Beogradit e Moskës zyrtare. Ndërkohë, nuk ka pasur edhe figura të tjera që vinë nga po ajo zonë. Si shihni këtë pjesë, nuk ka pasur përfaqësues të subjekteve të tjera që janë në Lugin të Preshevës të pranishëm sot në protestë. Të paktën ne si kemi parë. Nuk i kam pasur, mbase ka mund ndodhë dhe dikush tjetë, por është një numër shumë i madh i njerëzve këtu, por megjithatë nuk dua ndaj një koment sepse secili e ka për veten e vet, për partinë e tij, për ndjesinë kombëtare, madje dhe përgjegjësinë kombëtare ndaj kombit shqiptar sepse këta çlirimtar paraqesin dhe përfaqësojnë gjithë Kosovën sepse gjithë ishim krenar në periudhën kohore të viteve 97-99, sidomos në kohën kur hordhit serbe ishin tmerruar në territorin e Republikës Kosovës duke vrarë, duke prerë dhe duke shpërnda gjenocid ndaj shqiptarëve të pafajshëm kaq edhe fëmijëve dhe në këtë drejtim edhe sot, në qoftë se ata mbronin Kosovën dhe shqiptarët për atë kohë, na bie neve shumë lehtë t'i mbrojmë ata në protesta të tilla duke përshuar mesazhin e popullit shqiptar dhe në këtë sens nuk do të thotë se vetëm këta shqiptar sot që ishin këtu në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe ata që ishin në Prishtinë, por gjithë kombi shqiptar sot në orën 17 janë ulur para televizioneve, kanë mbajtur në duart e tyre telefona celular duke ndjekur rrjetet sociale dhe për të pa duke e mbështetur, e përkrahur dhe përcjellur me entuziazmin më të madh këtë ngjarje shumë të madhe në Tiranë. Uroj që këto të përsëriten deri në lirimin e plot të çlirimtarëve nga Haga. Vlerësoni ju që duhet të bëhen protesta të radhës ose organizime të tilla që do të mblidheni pikërisht me qëllimin e njëjtë? Po tani një adresë radhës u dha edhe gjatë folësve në tribunën e kësaj proteste se do të jetë në sheshin Skënderbej të Shkupit, sepse edhe aqe është busti i Skënderbeut munu mes të Shkupit dhe i takon që edhe aty të përcillet mesazhi i heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut nga platoa, nga sheshi i tillë dhe në këtë drejtim uroj që pas saj mos ndodhin diku tjetër sepse urimi më i madh është që ata shumë shpejt të lirohen. Dhe nuk e di sa keni pasur mundësi që t'i shihni një ditë më parë, por pikërisht ky organizim ka qenë një farë mollsheri në mes të kryeministrit në detyrë në Kosovë Albin Kurtit dhe kryeministrit në Shqipëri Edi Ramës për t'i shfaqur publikisht mospajtimet që u nisën nga komentimi i organizimit të kësaj proteste. Po ato papajtëshmëri të dy kryeministrave shqiptar në Prishtinë e Tiranë kanë filluar që 4 vite më parë. Dje janë pa në rrjetet sociale reagimet e njërit edhe tjetrit që nuk është dashur një ditë para protestës
së veç caktuar nga shoqata veteranëve të luftës së ushtrisë qëndrueshmëre të Kosovës në Prishtinë dhe në këtë drejtim ka ndodhur, por le t'i marrim ato si çështje personale mes atyre dyve, edhe pse janë dy kryeministra, por çështje personale kryeministrash, dhe në këtë sens nuk do të thotë se populli shqiptar nuk është bashkë, nëse dy kryeministrat nuk pajtohen në shumë gjëra. Prandaj, kjo prezencë e shqiptarëve këtu nga gjitha trevat, nga gjitha trojet etnike shqiptare, tregon se shqiptarët janë bashkë, pavarësisht në kryet politikës tyre kush ndodhen në kryet dy qeverive. Faleminderit shumë që ndatë qëndrimet tuaja bashkë me ne. Faleminderit dhe i prej jush. Ne ndërkohë ne do të vazhdojmë në pjesën tjetër të sheshit, për të parë që tashmë në fakt kanë betur një numër krejt i vogël e atyre që kanë betur, që kanë ardhur për të protestuar dhe tashmë shihet një numër